Migena, nuk mundem që ta fali veten, më vjen shumë e vështirë dhe ndjehem shumë fajtore. Mike dashur, në radhë të parë duhet kuptosh që për faljen e vetes nuk mjafton ndoshta vetëm një hipnozë apo një meditim apo një seancë tek një mentor, coach, psikolog apo ku ti e ndjen zemrën dhe shpirtin rehat. Duhet kuptosh që gjithçka është një proces, gjithçka është një punë me veten, sepse ne punojmë me fëmijën tonë të mbrëmshëm dhe duhet kuptojmë që një fëmijë i vogël që ka dëgju vetëm ofendime, që ka pas shumë dhunë, që ka pas moskuptim, që ka pas shumë stres psikologjik, e ka të vështirë që të besoj ty me njëherë. Do me thonë, është gjithçka një shkallë proces. Do me thënë, çdo gjë shkon në shkallën e vet. Dhe e di shumë mirë që shumica e njerëzve ne duam që me një seancë apo me një meditim apo hipnozë dhe të kalojë gjithçka dhe gjithçka është në rregull. Por duhet kuptojmë që ky fëmijë i mbrëmshëm brenda nesh nuk mundet me na besu me njëherë, kur ai është mësu me shumë fjalë të tjera, me shumë gjëra që ati nuk i kanë bo mirë, atëherë çfarë pret ti. Dhe mundem ta merr tani një shembull shumë të thjeshtë, nëse unë sillem ndaj një fëmije shumë keq dhe këtij fëmije i kam thonë fjalë të këqija, i kam bo dhunë si psiqike, si fizike dhe nëse unë vetëm një herë i them të dua, atëherë a mundet ky fëmijë mu me besu. Dhe prandaj është një rrugtim drejt vetes. Prandaj ki durim. Dhe gjoja më e rëndësishme është se si i flasim në vetes. Se si sillemi ne me veten. Janë gjëra shumë të vogla, janë pasqyra që na tregohen her pas here me anë të situatave përjashta, por gjithçka ka të bëjë sa herë me ne. Prandaj merr kohë me meditim, merr kohë me lidhjen e vetes tone me natyrën. Ti mundesh edhe një pemta për qafosh, ti mundesh edhe kam zbath të dalësh apo të hapësh një grope dhe t'i futesh kamt në ranë dhe apo në dhe ta imagjinosh shërimin në vetes tane. Do më thënë ka shumë procedura të ndryshme, por më rëndësishmja është se si ne i flasim vetes.